A e ke vënë re se disa luftra nuk mbarojnë kurrë shpejt, sidomos kur një superfuqi përballet me një vend që lufton për ekzistencën e vet. Superfuqitë zakonisht luftojnë për ndikim, për territor, për strategji, por pala tjetër, ajo lufton për shtëpinë e saj, për familjen, për të mos u zhdukur, dhe kur dikush lufton për të mbijetuar, diçka ndryshon. Frika bëhet më e vogël dhe vendosmëria më e madhe. Historia e ka treguar shumë herë, perandori të mëdha, ushtri gjigante, teknologji të pafundme, por përballë tyre, njerëz që nuk kanë ku të tërhiqen, sepse nëse humbin gjithçka, dhe kjo është arsyeja pse edhe superfuqitë më të mëdha në histori kanë ngecur në luftra të pafundme, sepse është shumë e vështirë të mundesh dikë që lufton për të ekzistuar.